Përshëndetje, në vazhdimin e reformimit të saj, Federata e Futbollit Kosovës tashmë vije me edhe një produkt tjetër në fakt përveç asaj që e ka si mision kryesor organizimin e jetës futbollistike në Kosovë. Federata e Futbollit po provon të ndjek trendet dhe hapat e zhvillimit ndërkombëtar, por për të qenë sa më afër publikut dhe sa më transparente edhe me ata që e përcjellin jetën futbollistike në Kosovë, ka vendosur që të nisë një cikël të emisioneve përkatësisht podcasteve në të cilat do diskutohet për çështje aktuale, por edhe për të kaluar edhe për çështje në interes të publikut që janë të ndërlidhura me futbollin kosovar. Dhe në emisionin e parë, përkatësisht në episodin e parë të këtij cikli podcastësh, do të bisedojmë me njerëzun e parë të futbollit kosovar, me Nikoqirin e shtëpisë, në fakt me Agim Ademin, presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës. Zoti Ademi, përshëndetje, a mund të mirë se vjen? Përshëndetje, faleminderit, mirë se u gjeje dhe urime FFK-s për podcastin FFK. Po ashtu mendoj që kjo është një paradhom para FFK TV-s. Mirë, kjo është një tjetër risi në fakt që do të sjellë federata jon. Ka 7 vite që jeni në krye të federatës, në fakt pak më shumë se 7 vite që jeni në krye të federatës. Si do ta vlerësojë në përgjithësi punën që nga koha kur ke marrë mandatin e të parit, ndonse ke qenë pjesë e futbollit kosovar për kohë shumë më të gjatë, për më shumë se 30 vite tash. Si do ta vlerësojë punën si presidenti i federatës, si njeriu që i ka prirë iniciativave dhe ka qenë në balë të proceseve të zhvillimit të futbollit kosovar në këtë periudhë? Në fakt, shumë mirë thatë që pothuajse një jetë në futboll, për faktin që i kam kalu të gjitha shkallët ose të gjithë zinxhirët e futbollit, që nga futbollisti, kryetari i klubit, pastaj edhe në federatë. Si nën kryetari i federatës, kam qenë pothuajse në 4-5 mandate më herët, dhe pas pranimit të federatës tonë në UEFA dhe në FIFA, më dha rasti për të qenë edhe kryetari i Federatës Futbollit, gjë që këtë periudhë po e them, nëse mund ta quaj kështu ose mund ta përthekoj një farë forme kështu si pjesë e veçantë, mund të them që në Federatë Futbollit, prej kur kam marrë president, një gjë është e vërtet dhe sigur, sepse pa dash një fajsu kur kam, por situatën çfarë kemi qenë, sepse na kemi arë prej një pozicionit vetanak që kemi organizuar ligën vetë si shtet, si popull, si futboll, ma shumë të them, dhe nuk i kemi pas izolimit gjatë, nuk i kemi pas mundësit ideale për me mujt më zhvillu ashtu siç kemi dashur ose edhe siç kemi ditë. Por me rastin e pranimit të federatës tonë në UEFA dhe në FIFA ka ndryshu formati. Mund të them që ne në këtë kohë na ka gjetë me 0 pronë. Domethënë Federata e Futbollit nuk ka pas asnjë pronë të vetën, madje nuk ka pas asnjë stadion të vetën. Dhe më ka rasti sepse realisht ju e dini që futbollin unë ndaj në disa pjesë. Pjesa e parë është e pavarësimit, kur e kemi pavarësu Federatën e Futbollit të Kosovës, ka qenë Federata e Futbollit të Kosovës e pavarur, në udhëheqjen e kryetarit të atërshëm të ndirë, zotri Agim Bytyqi, i cili ka qenë vërtet një zotri, i cili në atë kohë ka qenë në krye të federatës që nuk ka qenë lehtë. Pas periudhës së pavarësimit ka ardhur periudha e rezistencës. Në periudhën e rezistencës ka qenë është gjetë si kryetari Xhep Abdullaj, një patriot, një burr i fortë, kryetari i Partisë Nacional Demokratike Shqiptare, të cilën e kemi lutë ndërshesa të fashme të asaj kohe dhe e kemi lutë vërtet që me ardhë në futboll në atë kohë, e kemi përzgjedhë dhe e kemi lutë vetë ne. Sigurisht që ai nuk ka ardhur vetëm nga politika, po ai ka qenë politik rastisht sepse Xhep Abdullaj ka qenë një futbollist dhe një trajner futbolli. Madje në një klub të asaj kohe të dashur nga publiku dhe të famshëm Beslidja, që ka qenë në Prishtinë. Pas periudhës së rezistencës ka ardhur periudha e ekzistencës, të cilës i ka pri Sabri Ashani si kryetar, dhe normalisht edhe në atë e tjerë, edhe në atë kohë kam qenë nën kryetar,
Dhe ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e vështirë dhe e rona ajo pjesë, sepse ne nuk e kemi mendu gjatë kohë zgjatjen kaq të madhe, domethënë 10 vjeçare pothuajse, jashtë krejt institucioneve të sportit dhe sidomos nga objektet e futbollit në fushat improvizuar dhe për të gjitha gjonat dhe realisht këtë futboll e kanë marrë gjallë biznesmen tanë atëherë, donatorët nëpër klube dhe është bë një garë ose një punë sikur të ishim ne të regjistruar ose të pranuar në UEFA në FIFA dhe bënim gara në atë kohë të rregullta me rregullorët të UEFA-s dhe të FIFA-s, pavarësisht që nuk shkonim kurkun, në fund kampioni e merrte një kupë dhe rifilloi ke gara tjetër. E di që vazhdoni të flisni për periudhat që kanë marrë pastaj për periudhën e procesit ndërkombëtarizimit, por po e ndërpres këtu për të biseduar pak për këtë periudhën e Sabri Hashanit, kohën e pas luftës Kosovë, kthimin në objekte dhe investimet që megjithatë për rrethanat e asaj kohën Kosovë ishin të mëdha, ju keni qenë po ashtu edhe kryetari i klubit të futbollit Kosova e Prishtinës në atë kohë. Sa ka qenë vështirë për investitorët që në atë periudhë, duke e ditë që po mbesim të izoluar, të investohen gjithë ato mjetet që për atë kohë kanë qenë shumë të mëdha për rrethanat e Kosovës, dhe cili ka qenë motivi që të investohen gjithë ato para që ishin thjesht të humbura, nëse mund të themi ashtu, për ju që ishit nëpër klube kryesisht? Është e vërtet që fillimisht nëpër klube atëherë në ofru dhe kanë qenë njerëz të cilët e kanë dashur futbollin, që kanë qenë futbollistë ose që kanë qenë afër klubit gjithë. Po, dashnia e futbollit ka kushtuar qindra mijëra. Marka fillimisht e euro pastaj. Po shumë e vërtet, por ne në atë kohë e kemi marrë si segment shtetënor. Jo vetëm futboll. Edhe në periudhën e pas luftës? Për faktin, po tani kemi mbet sepse e kemi kërku realisht pranimin në UEFA në FIFA dhe sigurisht që është dash gjithsesi kontinuitet me pas dhe ajo na ka ndihmuar shumë. Vërtet na ka ndihmuar shumë ajo periudha para luftës që kemi qenë dhe kemi marrë futbollin dhe sigurisht edhe në periudhën mas luftës derisa jemi pranuar për faktin që i kemi pas pothuajse strukturat e gatshme dhe formatin e garave dhe të gjitha kur e kemi dorëzuar, e kemi çu sepse kërkesa ka qenë qysh para luftës, domethënë për pranim në UEFA në FIFA, por e dim se u pranu dhe domethënë ne e kemi marrë atë pjesë njerëz dashamirës, njerëz të cilët e kanë konsideruar si segment shtetënor, siç ka qenë arsimi në shtëpia dhe siç ka qenë edhe shëndetësia. Edhe sporti ka qenë një pjesë segmenteve, pra mënyrë rezistencës dhe pothuajse të çdo njeri që i ke shku te dera nuk të ka kthy pa të ndihmuar me as sa ka pas mundësi. E lënë më njerëz të cilët kanë qenë gjithë, sepse normalisht të thatë shumë mirë, ka kushtu, sepse nëse marrim për gjatë kohë, domethënë sa kohë, unë 92-ën kam qenë kryetar, nga 92-a domethënë i klubit e deri në pavarësim, domethënë sikur kanë mark ose kanë euro në ditë kishte me qenë shpenzimi, kuptohet se shumë pare. Por ka pas edhe volonter shumë volonter refer, shumë volonter trajner, shumë volonter lojtar, të cilët realisht ata të cilët i kanë pas mundësit nuk kanë kërku asnjë gjë, domethënë shpesh herë mund të them që ka shumë prej tyre që sot i kemi veteran, ekstra futbollista që po të ishin qenë të pranuar atëherë, besoj që ata do të ishin nëpër klubet më të mira të Evropës. Pra e kalum këtë periudhë dhe na erdhi kjo pjesa e kësaj ndërkombëtarizimit që i priu legjenda e Fadil Vokri dhe sigurisht që në atë kohë është bënë punë jashtëzakonisht e madhe të gjithëve dhe pa e mohu punën ose bagazhin që i kemi pas nga pavarësimi. Të gjithë këtyne pjesë që i thamë me radhë dhe sigurisht që pas pranimit ndryshoi gjithçka dhe më ra mu në hise ky 7 vjeçari që unë e quaj pjesën e zhvillimit, sepse në strukturën e kemi pas, klubet e kemi pas, njerëz gjithë dhe është dashur që vetëm të zhvillohet. Pra kjo periudhë ka ecë kështu siç jemi, domethënë se nuk është larg, jemi protagonistë të kohës, të gjithë na sot, edhe publika vet, që në atë kohë na kemi pas 0 pronë kur kam filluar në si kryetar, nuk kemi pas asnjë stadion të vetmin, vetëm stadionin kur jemi pranu, domethënë që kemi bërë stadionin e qytetit Prishtinës, Fadil Vokri sot, dhe stadioni Trepçës, 2 që kanë qenë kusht për pranimin e federatës, të cilat kanë qenë të renovuara nga ministria në atë kohë,
Dhe më pastaj nuk kemi pas për klube bash asnjë stadion që ka qenë dikun i gatshëm për mu zhvillu ndonjë garë ose ndonjë ndeshje. Dhe kemi fillu me projektet me UEFA dhe FIFA dhe mund të them lirisht që 95% janë të gjitha mjetet UEFA, FIFA, një pjesë që kemi bërë memorandume me komuna dhe një pjesë e partnerëve ose sponsorëve tanë. Kështu është kriju, domethënë të gjithë kjo infrastrukturë, të gjithë kjo, edhe mund të them edhe kjo pasuri e Federatës Futbollit, sepse kur e ku marrën nga zero, e sot është dikun rreth 46-50 milion është vlera ose e pasurisë patunshmërisë, në fakt, patunshmërisë, vetëm të patunshmërisë të Federatës së Futbollit që janë pronë të Federatës së Futbollit. Kryetar fole goxha gjatë për infrastrukturë, për investimet e shumta që janë bërë qoftë nga federata, qoftë nga projektet me UEFA-n dhe me FIFA-n. A prekim pak shtetin? Po, ndihmën nëse e kemi. Po, vetëm po mbes bosh domethënë me tregu çau bë për këtë punë, domethënë ka infrastruktura. Mas pari, infrastruktura bazike që janë stadionet. Çdo 45 ditë bëhet ka një fushë në Kosovë. Fushë stërvitore, fushë e sintetike. Kush e financon? Federata e Futbollit. Komplet është Federata e Futbollit me... Po përse thot tasha e prekim pak punën e shtetit dhe dorën e shtetit. Tani, kohën e fundit për këto fusha, kemi bë marrëveshje me komunat. Cila është marrëveshja? Memorandum, domethënë bashkëpunimi. Memorandum bashkëpunimi, realisht komuna i bën pjesën bazike tokën, edhe pjesën infrastrukturore që është e ndërtimit të vrash që e quajmë, kanalizime, rrymë, ujë, rafshime, gjitha këto. Federata e bën pjesën, këtu nuk ka lecu pak, e bën pjesën, domethënë futbollistik ose pjesën sportive që e quajmë na, me zgjeshtore, me gjitha me fush. Këto fusha kishte qenë shumë mirë, më mirëmbajt. Duhet mirëmbajtje, sepse janë i kvalitetit më të mirë të mundshëm, janë FIFA Pro, me certifikate me krejt, nuk ka të bëj, domethënë kur ndëgjoj është të merr, kur ndëgjoj nga dikush për shembull në për emisione, jo janë kancerogjene, jo janë kancerogjene, janë të kësaj pjese, jo të asaj pjese, jo më adopta, jo më është FIFA Pro nuk ka fush, nëse e ka certifikatën FIFA Pro nuk ka fush, e cila është adopt ose e cila është e dëmshme për futbollin. Nuk e lejon vetë FIFA me bo ato dhe kur e shohim që FIFA dhe UEFA t'i dhon parët, si ata po jap kanë parë me bo fusha, të cilat janë të dëmshme për fëmijët ose për publikun. Ajo është e pa diskutueshme dhe është vetëm një farzë që e thot dikush për ku e diun ose për mosdijes ose për inotet e tilla ose për ku e diun që s'mirna me atë punë shumë interesant. Pra, përveç kësaj, Federata e Futbollit e ka bë shpinë e futbollit, cilën e ka pronë të vetën, është pronë e Federatës Futbollit. Ku jemi stash? Ku jemi që tash këtu, me mjetet komplet të UEFA-s dhe të FIFA-s. Pastaj, e kemi bë kampin në Hajvali. Kampi në Hajvali është një perlë, e cila... është projekti më i madh i kohës tënde si president edhe çfarë detaje mund t'ja për kampin? Hajvali është projekti më i madh. Kampi nacional është i nivelit më të lartë organizativ në kohën kur bëhet projektet e reja, domethënë se ka zonë projekti i ri. I ka të gjitha çka i duhen një kampi që mund të them lirisht këtu pa modesti, prandaj u ndonë edhe 2 plaketa të cilat për herë të parë hetrik komiteti i ka dhënë 2 plaketa për një federat. A mund me të ndërprej veç pak? Po. Me ta bëni pyetje. E di që nuk jem publikuar, a mund t'i publikojmë disa prej pamjeve të projektit se si do duket kampi në përfundim të tij? Po, do ta publikojmë komplet. A mund që të emision ta? Edhe në çet emision mund t'i publikojmë, po. Fillimisht, domethënë, është po nisëm prej fundit. Është spa centri dhe centri i rigjenerimit, që është nishi mund të them, është komplet tribuna e perëndimit. Komplet tribuna, duke përfshi edhe hotelin, e cila ka edhe pjesën e vet të spahit, domethënë, bashkarisht që lidhet me gjithë këtë pjesën tjetër. Është hoteli, i cili është hoteli kategorisë me 5 yje, kategorisë parë. Dhe stadioni qendror që do të bëhet me 16.800 vende. Pastaj i ki 2 fusha dhe projekti përfundon me një hall të sporteve ose me një stadion të cilën do të shërbej futsallit për të bënë ndeshjet e tyre dhe sigurisht mbrana asaj halli do të jetë edhe një stadion stërvitor i mbuluar për ekipet nacionale
kur është koha e ftoftë. Dhe sigurisht që kjo e bën Federatën e Futbollit jo edhe më të pasur me një pronë të tillë, por ma atraktive në region. Pastaj kemi kampin e Kekut, i cili ka qenë fillestar, por nuk është përfundu, nuk është nis absolutisht, që kemi fillu në mandatin tim dhe kemi ai do të jetë po ashtu me 2 terene, e kemi tribunat, e kemi zhveshtorët dhe do të shërbej për kategoritë e reja. E kemi kampin karantenor që e quajmë në Batllov. Është fantastik, vendi fantastik, të cilin pothuajse me KFOR-in e kemi para përgatitjet e para, vendet e krejt, fazën e parë me KFOR-in amerikan dhe me KFOR-in anglez, ku punët i kanë kryer KFOR-i italian. Dhe falenderojmë KFOR-in italian këtu për punën e mirë të bërë, KFOR-in përgjithësi, si partneri joni na e ka me 0 kosto. Pa asnjë mjet, asnjë metelik si thuhet në popullat, nuk ja kemi dhënë. E falenderojmë shumë. Pastaj kemi një kamp tash materiun i cili është edhe ai në përfundim e sipër në Leposavić, në pjesën veriore të Kosovës, ku është duke u ndërtuar hoteli, bungallot, u bë fusha natyrore, u bë tribuna, zhveshtorët, u bë edhe fusha sintetike, është në përfundim e sipër dhe do të krijohet edhe një kamp atje, i cili është në një vend fantastik, jashtëzakonisht e mirë. Dhe kështu që Federatën e Futbollit për kaq vjet bëhet me shtëpitë futbollit, me çdo 45 ditë një fushë që nuk e kam ndonjë numër tash sa i bie, por domethënë i bën 7-8 dikon rreth 56-60 fusha. Mandej e kem 3 kampe nacionale dhe për të përmbyll këto krejt që unë e du shumë, është pjesa edukative që kemi bë kuadro, pothuajse çdo njeri cili është në federat në sektorët e ndryshme e ka pas mundësinë të shkollohet përveç përgatitjeve të veta që i ka, cilin do fakultet që ta ketë kryer, nëse për shembull është një jurist i cili është në sektorin e gara, ai është specializuar, ka bën një master për gara, që quhet Akademia UEFA-s. Dhe faktikisht jam shumë i lumtur që të gjithë janë specializuar dhe është bërë një top ekip administrative, jashtëzakonisht homogjene dhe e dijshme për këtë punë dhe jam shumë i lumtur unë për shkak është e vërtet që rrogat rriten, domethënë asnjëherë nuk muj mi pagu mundin e asnjë punëtori, unë jam për këtë punë shumë. Po, e di, por nuk jam asnjëherë nuk mund të them asnjëherë që mund t'ja paguën mundin dikujt, por gjithsesi në kuadër të rrogave të Kosovës jemi mirë, nuk është që jemi keq, por Federata e Futbollit të rrogat i merr dhe të gjitha mjetet të rroga i merr nga UEFA dhe nga FIFA, të cilat faktikisht ata na mundsojnë, na lejojnë ose s'na lejojnë për rritje. Dhe rritjet shkojnë graduale, domethënë sigurisht që sipas punës, sipas zhvillimit do të ketë edhe rritje. Po do shta më shpjegoj edhe këto, por gjithsesi pavarësisht kësaj nuk është vetëm puna e pagës tek ta punëtor, por është edhe puna e dëshirës, sepse përveç punës që e bojnë ka edhe shumë atrakcion, ka edhe shumë çka në futboll që ta bën jetën më të lumtur, ta bën punën më të lehtë, më të lumtur dhe më të dashur. Pra, përveç kësaj, kemi qenë shumë njerëz në UEFA edhe në FIFA, kemi shumë njerëz që janë me sistema refer, kemi delegat të ndeshjeve, kemi kontroll të ndeshjeve, kemi antar në përkomisione, shumë antar në përkomisione të UEFA-s dhe të FIFA-s. Që në fakt shumë pak flitet edhe dihet në Kosovë për këta njerëz që përfaqësojnë federatën në për pozicione të ndryshme në UEFA dhe në FIFA, duke normalisht federata është në qendër të kritikave të opinionit në Kosovë për shumë arsye dhe kërkush që punon federat s'din kur gjë, madje edhe njerëz që kanë dalë për këtu kanë thonë kështu, që kërkush që punon federat s'din kur gjë, po ç'është e mundshme atëherë me pas kaq shumë njerëz në pozicione të ndryshme në UEFA dhe në FIFA për një federate që është kaq e dobët. Po për këtë gjykim publik që është faktikisht që kjo është ajo pjesa që unë nuk ju marr as du më marr me to, sepse e kam pa që nuk është realiteti. Ka dikush çast fytyrë që del edhe fol edhe për një futbollist, që për shembull është legjendë në shteti tjetër, që realisht e ka kriju karrierën e tij
dhe i ka bërë disa tituj në ato ligat më të mira të Evropës që i kemi në futbollist. Dhe një ditë shumë tafër, do më thonë, kom bë dhe kërkesa për ta që t'jen, po e presim përfundimin e karrierës dhe të jenë edhe legjendat e FIFA-s, dhe ti jesh legjenda e FIFA-s është një jashtëzakonisht një punë e madhe dhe UEFA-s, dhe sigurisht që shumë shpejt keni mi po futbollistat tonë të cilët e kanë përfunduar karrierën me titullin legjende UEFA-s dhe FIFA-s. Dhe ti dele fol për kur gjo hiq, për një interes të vogël, për një agent që e ki prej dikuj, ose për një klikim që mund është mi marë 100 euro, 50 euro, nuk e di ku e ki ndjenjen, kush ku e ka ndjenjen, e shtetësis, e patriotizmit dhe e realitetit, ftyrën e vetë ma të fundit. Por, gjithsesi, na ecim, duke ecë kështu, kemi ecë edhe me edukimin e trajnerëve. Ka shumë trajnerë sot dhe kemi kriju për një afat ma të shkurt, rekord, e kemi kriju UEFA licencën për trajner dhe kemi orë deri te AJA, që AJA fillon profesionalizmi dhe është vetëm licenca pro, për para lajmëroj që vitin e arshëm fillojmë me licencën pro. Tani në fund vlen kur gjë me pyeti, pi kallzon krejt pa të pyet. Në fund vitit, po, në fund vitit këto faktikisht përfundon lejimi ose përfundon projekti që lejohet, por vitin e ardhshëm fillohet. Dhe kjo është kënaqësia. Pra, për me përmbyll krejt që Kosova është në vërtet në atë top 20 për organizim, është edhe projekti i fundit, MyFFK, digitalizimi federatës, që ma pak letra kemi me bajt dhe ma pak letra kemi me argju, gjithçka është digitale dhe gjithçka mund është me pa në kohë reale, rezultate, gola, minuta dhe qatë do që duhet për federatën e futbollit, futën në MyFFK dhe sigurisht kemi gjetë të gjitha çka do që të intereson, përveç historikut që jemi duke e fut, historikun e Federatës Futbollit dhe duke e bë muzeun e Federatës Futbollit në shtëpinë e futbollit të Kosovës dhe më pastaj do të vazhdojmë edhe ne me legjerata dhe me njerëz tonë legjerues në për vende tjera, siç kemi bë për Varin, që jemi histori e suksesit. Vari është bë që në herën pe fillimit Varit, në herën hala se ka marrë kush atë primat që kemi marrë na me kry atë shpejt Varin. Vari është kry për 6 muaj e pak ditë. Për herë të parë ka ndodhur kjo dhe nuk e kam besu asnjëherë. Jam këtu nuk po du me qenë modest, po nuk e kam besu as vetë FIFA, që nuk i kemi trajnu na njerëz tonë dikun. Por në këtë rast fatkeqësia që na pat ndodh neve me pandemi, në këtë rast na ka ndihmuar, sepse kemi punu për çdo ditë, domethënë online, legjerata dhe workshopa, domethënë mëngjes, mesditë dhe mbrëmje, domethënë një ditë kemi punu sa për 3 ditë. Nëse është 6 muaj që e kemi kry fizikisht, normalisht është dosh për 18, po kjo ka bërë që ekipet tona janë të specializuar dhe sigurisht organizatorët në për televizionet tona më ka shumë mirë, të cilët se është një punë pak që në gjason dhe kanë kapë shumë shpejt dhe kjo ka bërë që Kosova është story e suksesit për varë dhe po vazhdon, do më thonë tjetë në për të gjitha projektet që na kemi marrë pjesë, asë një projekt nuk ta anullu dhe asë një nuk ka shku kesë dhe nuk ka metë pa përfundu. Kështu që jemi shumë mirë dhe unë i falenderoj të gjithë ekipën, sepse unë jam vesh një drejtus, një kryetar, po e di që na që jemi me votë, do të me lonë diçka të bazike dhe unë e menoj që Federata e Futbollit sot me organizimin, me administratën, edhe po ashtu edhe me ekipet nacionale, që i kemi bërë të gjitha ekipet nacionale nga U13 deri te AJA, sigurisht që konkuron në vendet, edhe do t'jetë sigurisht edhe me rezultat në vendet më të bukura dhe më të mira, dhe këta të cilët janë në Federatë Futbollit, është një ekip, administrata një ekip e re, të cilën menoj që për një 40 vjet, 50 vjet Federata Futbollit nuk ka asnjë problem me kuadro. Po insistoj prapë me u kthye diçka që hapa si tema herët e ma devijove përgjigjen. Përmendën shumë projekte infrastrukturore, për cilëve pa ne dyshim highlight është kampi nacional në Hajvali.
A ke pas, ose a ka pas Federata e Futbollit të Kosovës në ndihmë prej shtetit në implementimin e këtyre projekteve, le të themi gjigantes. Po flasim për fusha, se fushat, okej, Federata është në gjendje me i ndërtu vetë. Mirë, po nëse flasim për një kamp të nivelit të tillë ose një stadium kombëtar, ku është dora e shtetit në zhvillim të futbollit në Kosovë? Në zhvillim të aktivitetit ma masiv që e ka Kosova në përgjithësi, se jo veç sportiv. Nëse biletat për ndeshjen me Sloveninë shit për 3 orë, kjo kallëzon për interesimin që popullata e këtij shteti e ka për futboll, apo bën shteti diçka për popullin edhe për federatën, për infrastrukturë. Renovimi i stadionit të parë ka qenë stadioni Adem Jashari në Mitrovic, u shlut loja e parë. 2014. Po. Atë renovim e ka bërë ministria. Renovimin e stadionit Fadil Vokri, që ka qenë si stadioni dytë kusht për pranim, në atë kohë, para pranimit po flas, edhe atë e ka bo ministria. Më pastaj, ministri aktual në detyr e ka bo fushën e stadionit Fadil Vokri, që e kemi bo hibrid, fusha e kategorisë parë. Është fusha me mire mundshme dhe i ka të gjitha që mundet me pas një fushë, madje edhe në nxemjen për herë të parë është bo nxemja në një fushë në Kosovë dhe është jashtëzakonisht fushë e mirë. Këto. Të tjerat stadione janë projekti ministrisë të cilët kam fillu me i bo stadionet, që është edhe detyre e qeverisë e ministrisë. Para se me vazhdu që kanë fillu që tash me bo, për 11 vjetë që ka që kanë bo? Tani këto e ndukshme se një fushë të smush me thonë, kam një fushë në projekt dhe nuk e ki fizike. Këto janë, dhe më thonë që kanë fillu në qito gjona mi bo. Stadioni nacional nuk bëhet fjallë që është njës, as nuk njësët. Dhe më thonë që fillimisht është kry në qeveritë më pashme, është kry fezibiliteti, është caktu vendi, njerë ka qenë bërnica, pastaj undru lokacioni është shku në Drenas është bëhet fezibiliteti, është kryu toka, është bëhet shpërnsu toka dhe më bëhet para pregaditit, është nalë. Një stadion nacional i duhet Kosovës gjithsesi. Unë jam nina shumë keq kur të vinë ndeshjet. Pse nina shumë keq? Për shkak se nuk ki mundësi, domethënë me as përse afër me i knaq ose me mundësu njerëzve vende në stadion, për shkak se stadioni Fadil Vokrit i ka 12.500 ulse, kur i heq edhe atë pjesën, domethënë që janë pjesë e shikuesve të musafir që vinë, edhe heq atë pjesën, do më thonë që për çështje sigurie, nuk një pjesë e bileta nuk duhet shiten, sepse duhet me pas hapësirë lëvizje sene. Kur i shef këto, do më thonë, ty jetë me një stadion dikun rreth 10.000 bileta për mi dhonë poplit dhe është e pamundshme dhe normalisht që është fatloma i cili mund të ablen një bilet këtu. Na bojna edhe shumë pak bileta që muj me dhomë mundomi me dhomë për shumë bileta kështu, po nuk dhomë shumë pak bilet, dhomë vetëm ftesa. Institucionet tona, njerëzve dhe më thonë legenda o klube të cilat i ki një pjesë të njerëzve që protokolli zakonshëm për këtë federatat është normale, po edhe ata diqysh njën të privum për asoj mundësisë për me marë ma shumë për shembull ose sa shumë dash na me dhonë për shkak se nuk mujmë. Dhe si të thush, kjo është pjesa kryesore që ne na duhet duke pas parasysh që është edhe në imazh e shtetit kur e ki një stadion të mirë, sepse nëse unë e kisha pas një stadion me 30.000 ma shumë vende, unë të garantoj që kisha marrë plot ndeshje të kalibrit të finaleve të ligave të ndryshme të Evropës, që shka morë edhe shtetet tjera, në këtë rast Tirana jonë, sane. Faktikisht, na nuk e kemi atë mundësi, sepse është kriter dhe është kusht, duhet me konë me ma shumë se 30.000 shikus. Ama njerë për njerë zbohet fjone e puna? Po tani nuk e di, shteti ka mundësi në gjithë shka me bo dhe mund të bohet për një vjetë e gjysë, 2. Por s'ka konkrete. Nëse fillojnë për një vjetë e gjysë 2 botë. Po na nuk e kemi në njoftim deri tash, kemi njoftim që kam fillu në për qytete, që është jashtëzakonisht punë e mirë, uroj që të kryen sa ma shumë, është në Prizren, në Gjilan, në Ferizaj, në Pej, po flasim për stadiumet vogla, por jo për një kombëtar. Në Suarek të kategorizuar, Gjakova ka bërë një stadion shumë të mirë, nëse çto i kategorizojmë me kategori, domethënë çfarë ata janë të ndërtuar dhe meritojmë, mendoj që Kosova përfundon pjesën
infrastrukturës për futbol. Dhe jam shumë i lumtur nëse këto mund më bo pikrisht në kohën kur jam edhe unë i angazhuar në Federatën e Futbollit. Pra Federata e Futbollit nëpërmes UEFA-s dhe FIFA-s gjithmonë është e gatshme me participun në çdo projekt që bëhet në futboll dhe madje ju kam thonë të gjithëve mu më duhen vetëm 30 ditë kohë për ta porosit barin nëse është sintetik, sepse nëse është natural edhe ma shpejt, nëse është sintetik, duhen 30 ditë për faktin që ky lloj bari, i cili ne e bim në Kosovë, nuk është që lihet në stok dhe mund ta gjesh ti ta blesh sikur një gjë tjetër. Ai nëse ti e porosit sot fillon, domethënë nesër fillon prodhimi dhe prodhimi zgjat dikun deri në 30 ditë, mund të jetë më herët, po deri në 30 ditë dhe afati për ta vendosur ato është 15 deri në 20 ditë. Nuk mund të rrinë më shumë në stok, sepse është kualiteti tina i tillë dhe faktikisht e ka edhe ujitjen, e ka edhe shokpedin i cili për shembull e ka vibrimin dhe nuk ka të bëjë nëse ti e merr mban këtë stadion i cili është i çisoj kategorie që ne i kemi pru, të gjithë janë me certifikata, ta garantoj që as lëndimin nuk do të ketë më shumë sepse e ka vibrimin, i ka të gjitha, e ka ujitjen, po që duhet me mërbajt, mas çdo ditë punët e saj duhet një krehje që e quajnë ata dhe një ujitje, nëse kjo i bëhet çdo ditë këty në stadionu, afati tina, jetë gjatësia tina është 10 maks deri në 12 vjet. A të flasim pak për diçka që intereson jashtëzakonisht shumë popullit në Kosovë, që është ekipi kombëtar ose spaku ashtu siç na e quajmë ekipi kombëtar, disa i thonë përfaqësuese se vjen pak zor. Ç'është sheh Kosovën tash, ç'është sheh ekipin kombëtar tash në këto kualifikime për kampionat botror, edhe me projektet për të ardhmen, e ke thënë që projekti real është kualifikimi në Euro 2028. Pas kësaj ndeshje me Suedin, a mos e ngrit pak ambicet edhe aspiratat me lip kualifikimin më shpejt ajo? Tani sigurisht që po, sepse kombëtare jonë... Po pjarrisin presionin vetë të thonë kështu? Jo, nuk ka presion, po një realitet që e shoh une. Kjo është une e shoh, dhe me thonë, se ka eksperta tjerë, për shkakun që nuk e shohin kështu, se ka eksperta tjerë që e kanë pa Kosovën, që dosht me qenë në Evropë na herën e parë, ose na kemi... Pak para pranimit, me lujt në Europian. Na kemi marrë pjesë, dhe me thonë, në kampionatin botnor që kemi lujt në Shkodër, ju kujtohet. Rusia 18, po. Po, Rusia 18 dhe vitin 2018 është dashna me qenë kvalifikum. Kjo është shumë mirë, vjen mirë për shembull, a di pse vjen mirë? Se kena arrit me kriju një emocion. Kombëtarja e Kosovës, Federata e Futbollit, një emocion të njerëzit që doin mi po federatën e konsiderojnë çast të madhe se e shohin sa u rrit shpejt dhe doin mi po gjithë parën, që është shumë mirë. Ky është një lidhje emocionale me ekipin kombëtar dhe dojnë shumë, domethënë Kosovën edhe ekipin kombëtar. Dhe dashnia e madhe, ata a di çfarë ishte më bë. Kur e don dikon shumë, zhgënjesh edhe shumë nga ai për shkakun nëse ty duket që nuk erdh në vendin ku ti e sheh ose ti ku pretendon. Dhe kjo lidhje mu bën më një mirë sepse janë rreth futbollit të gjithë njerëzit. E tash dashnin se kush qysh e ndon, e ku e ka, se tash kemi dashni edhe kemi dashni me interes, edhe kemi dashni me qëllime, kemi dashni me agenda, të lloj-llojshme, por gjithsesi kombëtarja e Kosovës është e gjithë shqiptarëve të Kosovës dhe përtej Kosovës. Ne e kemi fatin që i kemi 2 kombëtare, e kemi edhe Shqipërinë me kombëtare, e kemi edhe Kosovën, 2 shtete, të cilët i bëjmë të cilat i kemi të tonat dhe kemi shkëmby përvoja, kemi shkëmby njerëz e sane. Por Federata e Kosovës dhe Kombëtarja e Kosovës është kriju një ekip mjaft homogen dhe sigurisht që tash në këtë kohën kur kemi thonë për Euron 2028, është kështu? Po. E menoj që Kosovën e gjen të kvalifikuar, nuk është premtim, po është mendim jemi. Aspirat, sepse futboll nuk i dihet. Sidomos në rezultate. Nëse 2 loj sot i analizojmë tash për shembull në të më falin analistat e televizionit, ne e dim ti shumë mirë, stërvitjen e fundit e kemi bë reale, e kemi bë në Prishtinë, në Ajvali, që e kemi po formacionin cilën do me lujt trajneri Foda. Dhe ka qenë një stërvitje e jashtëzakonshme, ka qenë një kamp fantastik. Bile sa më kujtohet mu Bajram, duket që asnjë top nuk ka shkuar as jashtë kvadratit gollës. Çka ka qenë, domethënë, një stërvitje e mirë dhe ton kemi thonë jemi top.
Por që na shkojmë në Zvicër dhe lujmë as dopt, nuk e ka menu në ikush. Po që rikthemi, se nëse shohim Suedin, e vetëmi ekipër Suedia, që kjo është hera e tretë, dhe hera që kemi lujt dhe hera e parë që kemi mujt. Të dy lojët e mëhershme, që kemi qenë në kvalifikime, në si në Prishtinë, ashtu edhe në Stockholm, na kanë mujt me 3-0, dhe unë e kom, do më thonë, përshtypjen që edhe me lojë na kanë mujt, por edhe jo, mas 3 gollov nuk kanë lujt 100%, po e kanë mojt situatën në dur të veta, do më thonë qas kanë qenë dominus. Dhe sot, prej asoj ndeshje, mas 3 dite, që mund të quajmë një humbje e ronë, dhe kthehesh ti, me një Suedia dhe fiton, do më thonë ti duhesh ta dish kush është kjo skuadër. Dhe unë i falenderoj dhe i përgëzoj të gjithë ata futbollistë të cilët janë përkthyer dhe bravo ju qoftë se kështu duhet mu mojt për vendin e vetë secili. Sepse na kemi veç një Kosovë, një atë dhe Teran, e kom thonë që dresi i Kosovës peshon rën, çdo vi dhe çdo katror që e ka një të zhdukur, një të vrarë, një dëshmor, një viktim dhe një gjak të derdhën të familjeve të cilët kanë ardhur këtu. Prandaj do me pas kodja shumë bagazh me kritikuti në ngjarje të tillë, sepse po e kritikon një uniform e shëndruar nga uniforma OÇK-s në uniform të lirisë që e bën krenar këtë popull. Ka pas sa, unë asnjëherë s'kom fol për veti, jam aktivist për ditëve të para. Pe ilegales e deri në luftë. Asnjëherë s'kom thonë këtë punë. Po jam përkushtuar për futboll. Karriera ime mbaron këtu. Kur të përfundoj karrierën me Federatën e Futbollit, mbaron karriera e Agimademit për gjithçka. Por jam shumë i lumtur nëse arri ta lë një ekip, edhe kam për detyrë, obligim e kam, një një ekip fantastike, me gjitha, me bagazh dhe me dijen, të cilën të ta marrin, janë rreth, ose mrena për mrena federatës, të cilët janë të angazhuar, të lëm një ekip kombëtare prestigjioze e cila do të jetë me emën e Kosovë. Kjo është dëshira ime më e madhe dhe besoj që do të ishte secilit. Nuk kritikohen njerëz e djem që i kemi më të mirë, të cilët bëjnë krenar klubet më të mëdha nëpër Evropën e për botë, të shënojnë ka 2-3 golla në përndeshje, jënë protagonist fitoreve dhe të kampionateve të ndryshme, bëhen madje dhe kampion, siç është kapiteni unë, Amiri me Napolin, dhe shumë të tjerë shkon në ekipet më të mira që ëndër e kanë pas, domethënë me shku dhe kanë secili futbollist, siç është për shembull Juventusi që ka shku Zhegrova, siç është Mallorca me luajt në ligën La Liga, është ai pirati jonë që jep gol Barcelonës dhe Realit. A dini si jam një kur i ka thonë për shembull, kur më ka treguar çush i ka thonë portieri? Vedati ta? Po, portieri i Realit, prapë ja. Po. Më thonë gjithherë i jep gol. Kështu që këta, nëse na e rashicën për shembull, e plot të tjerë të cilët nëpër vendet edhe nëpër vendet ku nuk e dojnë Kosovën, ose nuk e kanë pranuar Kosovën për shembull që luajnë si Vedatin Sponj, si në Rumëni dhe i bro rasin se cili shikus atje, e qomi na këtu, është no sense. Nëse që dikush edhe analizon këta futbollistë cilët janë në majat e Evropës, e që është i analizon ose e që është i flet për to, jo ka bo mirë, s'ka bo mirë, plus asoj, pa e dit as një gjo për to. Ti dush më nërë mi pa njëherë se ka mjek, situatën për rreth, ka doktora, ka trenera, ka drejtora, ka gjithë shka në përkombëtarët tonë, ka dhe lojtarë tjerë, ka dhe gazetarë aty. Pa e prit një deklarim të trenerit, pa e prit një deklarim të lojtarit, pa e prit një që taj, se mora vesh, unë e di, unë se kjo ka bo kështu, ka bo ashtu. Marë është, përbes marë është, nuk është kërfar as profesionalizm, as njerëzi, as burni. Pa u bo 10 vjetë pranem, po kërkohet me kaq shumë presion kualifikimin në kampionat botëror. A ka dhe arsye tjera, a është veç ajo dashnia e madhe që ti e the, nështë në opinion po në njerëz që ndërtojnë krejt këtë presion edhe tregimin që Kosova duhet edhe e ka obligim me u kualifiku në një kampionat botëror
cilat janë qëllimet e vërteta, s'paku në mënyrën që shtishe, cilat janë qëllimet e vërteta në këtë situatë kur tentohet me u njollos gjithçka që po ndërtohet në një rrugë që mund t'jap rezultat mbase pas disa vitësh. Në garë normal hyet për kjo garë është për kvalifikime dhe përfitore. Por na do të më ditë, domethënë secili do të më ditë kapacitetin e vet. Dhe do të më ditë deri ku në shku. Po qëllimet janë domethënë dikun tjetër. Po pse mundohen për shkak me fut përçarje në kombëtare, pse mundohen për shkak krejt, nëse e shohim kështu, një pjesë që e shohim që nuk i çuj thjesht as opozit, se s'ka kur farë opozite, se s'kom një njëri në herë që ka dalë, ka thonë për shembull Agim Ademin se ka bo këto, se kjo bëhet për qëllime të tjera, për qëllime me mujtë marrë në federat, me çdo kusht. Se nuk e di qysh po menojnë këta që në federat mujnë me pasunua, mujnë me bo para, mujnë me bo, nuk pi kuptoj qysh. Ka mujnë me i bo ato, nuk po e di qysh është ky opinion për federatën. Kur thojnë federata ka boll pare. Fakt, federata e ka legal buxhetin e vet të postuar dhe e ki gjithherë sheh ku është, edhe sa ka buxhet. Federata i ka 4 auditime. UEFA-s, FIFA-s, e ka auditorin e jashtëm dhe të brendshëm. Plus auditorit shtetit i çojmë i dhom raport. I dhom raport 4 institucione, edhe i çojmë Ministrit Punët, të mbrëmshmit, sportit, gjithkund i çojmë domethënë auditat tona dhe raportin e auditimit. Nuk e di ka e shohin këta për shembull që ti mundesh me bë diçka. A don më u shpjegoj ç'është në rast një fushë, për shembull, ç'është e blen një fushë. Po. Është një kompani për shembull që një prodhues që prodhon. Ai e kërkon lejen ose licencën, pro licencën e kërkon në UEFA dhe në FIFA, që me leju atë bari me marë për shembull komuniteti i futbollit, se nuk është vetëm Kosova. Dhe marrën e asaj licencë pro, ata e çojnë me numër, me kvalitet, me një letër përcjellse çka përmban ajo dhe çka është ajo. Në specifikacionet e tillë. Nëse FIFA jep licencën pro, ato e ka edhe çmimin. Na po e zom i ki 5-6 kompani të cilat janë të licencura dhe mundesh vetëm të ta me marë. Po flas si federat, si privati mundesh me marë gjithçka. Si federat, vetëm atë lloj barit i mundesh me marë që e ka licencën, që e ka FIFA Pro, UEFA Pro. Nëse e merr ato, çat listë e ka UEFA. Dhe na nëse shkojmë, po supozojmë, po dojmë me bo një vardolloveri, për thoma, po në arrit çmimin pak. Edhe ajo thët, okej, për shembull, se po supozoj që thët, okej. Po ti, qatë faktur, dosh mi marrë me qunë në UEFA. Që është financuese e projektit. Që është financuese me talshu, ty mi po, që e ke marrë kvalitetin cilin, e shet çmimin e talshon një letër përcjellse, që ky është donacion nga UEFA, dhe ajo letër vjen në shtetin tonë. Ministria jonë e lëshon një letër tjetër, në bazë aty në letra, që e çon dogan që ai material hyn pa dogan, lirohet nga dogana. Dhe nëse nuk përputhet çmimi që kompania prodhuese e ka dhënë në UEFA kur e ka marrë licencën, me çmimin e blerjes tonë. Me çmimin e blerjes të atij produkti. Të njëjtë, atëherë të bllokojnë. Edhe thonë çau kjo punë, pse është bë kjo kështu? Patjetër se fabrika nuk e hub licencën për një klient. Për një klient, dhe sigurisht që ka me thonë, valla ky klientim ka thonë kështu. Nëse ky klientit ka thonë kështu, UEFA çat bën? 4 vjet nuk i asnjë projekt vetëm, dënimi i parë është. Edhe nëse ka dikush që mundet me qëndru në udhëheqje të Federatës Futbollit pa i bë çto favore, pa i bë fushat, pa i realizu projektet, është krejtësisht e qartë. Nuk e di çysh e menojnë ata. Ose e menojnë me ardhë, do me thonë, edhe thëtë bona këtu se ku me di çka i duket. Këtu du të me kom punëtor. Asnjë njeri këtu nuk është që thuti veç rën e çështën. Këtu është ojka. Je deshtëm se deshtëm, e pranun se pranun në për të gjitha sektorët. Ta thash një herë, ma herët, dhe po ta përsëris që e kanë edhe kanë një master në UEFA. Prandaj duke pas parasysh kështu, Federata e Futbollit është tepër shumë e fortë me kuadro edhe me të gjitha
gjëra të tjera që i duhet me konë. Pra, është mirë këta kritikues me kritiku me ven. Aty ku është kritika me ven, aty ku është kritika reale, është konstruktive, okay. Konstruktive është këtë okej. Edhe di me kërku fale se nuk jem në matë të dishmit, nuk jem ardhune, nuk kom pik pe i qilit. Unë jem njoni prej të gjithë që ty në qenë në për klube. Prandaj ato klube të më njojnë shumë mirë, se nuk jem sot futbol, dhe ato klube, se shpesher shtrohet pyetja si po votojnë klubet, jo i ka ble klubet. Kush i blen milionert? Edhe miliarder që janë në për klube. Kush i blen? Thuma ti mu, kush mundet me ta ble ty një kompani për shembull si që i kanë klubet tona që i udhëheqin e që në sponsor. Pronarët e tyne. Ata janë pronarë, kanë biznes dhe janë pronarë. Kush janë ata që i blen? Kjo është, domethënë, rrane kullume. Nuk ka shans, por ata po e prekin suksesin me këtë udhëheqje të këtij komiteti ekzekutiv. Sepse ata e kanë se cili klub, se cili region e bjen nga një njeri në federat. Tyre, që i përfaqëson ata, që i përfaqëson projektet e tyre, i kanë regionet, është lidhshmëria jashtëzakonisht e mirë, është bone për të gjitha regionet punë, me fusha, me të gjitha, që me shku paralel Kosova, do më thonë, jo vetëm Prishtina si kryeqytet, që bile, ishtë dashur Prishtina me pas edhe më shumë primatin për faktin që Prishtina e bën masovitetit që e bën 50% të futbollit. Prandaj, kur e shek kështu, më thonë, këto klube votojnë Agim Ademin për faktin që e shohin dhe e prekin suksesin. Dhe asë një gjonë nuk është e mshefur, të gjitha janë të hapura. Nuk ka klub që se din. Vetën kusht, nuk ka klub që se din. Tarna të soj merë, marin tarna aqë sa ju takojnë dhe aqë sa kemi mundësi na me dhonë nga fondet, nga sponsor tonë, jam shumë i lumtur që komu çdo ligë me abon një sponsor. Është fantastike për Kosovën. Nuk janë sponsorat mi, janë sponsorat futbollit. Mandej, e thash, nuk jam unë më i mesmi. Unë jam njëri prej tyne. Edhe ti sot nesër mundesh me konë, dhe ai tjetri 6 atë mundet me konë. Po jo ky që e shon futbollin dhe që i shon krejt, apo s'mundesh me ardh. Se nuk je komuniteti këtu it mo, nëse e bën këto. Ka pas shumë njerëz domethënë që e kanë humb veten në futboll për një deklaratë. Që ka thonë kështu futbolli. Futbolli tamam men, se është bërë me sakrificë. Shumë sakrifica ka pas futbolli. Futbolli e ka luftë gjithë. Dhe dine që një vend ku është me komandë, që del një trener përpara dhe të udhëheq, është regjim. Disiplinë. Edhe duhet me përmbajt disiplinës nëse do më bëj futbollist. Ai që përmbajt disiplinës edhe që bëhet futbollist, dihet që është karakter. Për secilën do punë, mundesh ato me angazhu. Kur mundet për shembull trupit vet me dhon zor, deri në fund, se dihet për shembull stërvitjet që shën. Po ai që ka luajtur futboll, hakikat, ai e din. Sa është sakrificë për futboll. Sa do të më dhon sakrificë trupore, shpirtërore, tonën. Lënë mo çështje të tjera. Po e thash edhe një herë dhe jam shumë i lumtur që kena mujt me i bë edhe ligën e veteranëve, që ata të paktën, ata futbollistë, të cilët në atë kohë kanë pas sakrificë, kanë bërë sakrificë të madhe, kur kemi qenë jashtë këtij objekteve, vazhdojnë të jenë në futboll. Vazhdojnë të jenë në futboll dhe të shohin dhe të e kanë një kënaqësi që ka një satisfakcion thjesht është për ta tash që mujnë me kom pjesë që çoj edhe kombëtarës veteranëve dhe ligës veteranëve edhe shkumje në për turnire të ndryshme si antar të federatës. Pra, është mirë minimu futbollit se jo për inatit të një njëri, nëse është inatit të une, të shumica njerëzve, nëse është dëshira për marën, pas nuk vjen kur, të është Agim Ademin, vjen të punu. Gjo që asë një herën nuk e kom pas një kundërshtar që ka mujt me dalë me thonë që të pjesë e ke bo keq, që kjo bëhet kështu. Që to do të mi bo kështu, e ti s'ke dit mi bo që to e ke bo kështu, që një farë forme të sfidon me projekte, të sfidon me dije. Ka edhe shumë tema për të folë, mirë po shpejt kanë kaluar shumë minuta, le të flasim pak në fund për ligën, për mende klubet më herët, sa je kënaqur me zhvillimin e ligës. Në 4 vjet të fundit 3 herë kemi pas një skuadër që ka marrë pjesë në fazën finale, paraprakisht të grupeve, tash në fazën finale të një gare të UEFA-s, përkatësisht në Conference League 2 herë Ballkani, tash është drita, por përgjithësi zhvillimi gjithëmbashëm i ligës si po duket. Realisht është një pikë qendrore bazike e Federatës Futbollit,
qëllimi jonë kryesor është mi ngrit futbollin vendor edhe sidomos ligën. Unë këtu i falenderoj kryetarët dhe pronarët e klubeve, të cilët thjesht në bashkëpunim të bisedu, të diskutu, të ndihmu njëri tjetrin, po bara më e madhe bën te ta e mjeteve, sepse e kanë ngrit futbollin me investimin e tyre. Çështja ekonomike bën edhe më shumë profesionalizëm që ka ndodhur. Jo rastisht, Liga e Kosovës është më ranguar në listën e UEFA-s në region. Për kaq vite me arrit me kalu pothuajse gjithë regionin që jemi këtu afër, koshime me Alxhimi, me Maqedoni, me Shqipëri, me gjitha, domethënë jem edhe shumë tjera përpara, është koxani punë e madhe. Mandej prezantimi i tyre në arenën ndërkombëtare na ka mundsuar neve edhe më shumë ngrit. Është koeficienti e të gjitha. Jo rastisht kemi 4 ekipe në Evropë. Në një garë ose në një ligë me 10 ekipe, me shku 40% i ligës në Evropë, nuk është punë e vogël për ata që dojnë me ditë, sepse nuk kitë të tilla. Ki liga që janë me 100 vjet, për shembull shkojnë 5 ose 6 ekipe. E ti me 10 ekipe e hi që 9 vjet në Evropë, shkojnë 4 ekipe. Është një falenderim për mua që e falenderoj UEFA-n edhe për këtë çështje dhe sidomos klubet tona të cilët e kanë marrë koeficientin. Se më varet pe marrjes së koeficientit, kemi shumë paraqitjes po. Po paraqitjes kemi tash mujmë shumë lehtë me hub në ekip nëse s'kem koeficient, nëse s'ka paraqitje të mirë. Por gjithsesi është u shku. Prandaj jo vetëm kjo, po të gjitha ligat tjera unë e konsideroj pa modesti, konsideroj që liga e parë jonia është jo Superliga, po liga e parë jonia është pothuajse e barabartë me disa liga kryesore që i kanë fshqit tonë. Çka është ngri, domethënë. Edhe nëse e sheti kontratat dhe pagat e lojtarëve, e shet që ligën e ki shumë të fortë edhe ka ajo pozicion. Që është shumë financiar, po. Edhe ka aspektin financiar, që është shumë mirë. Që është parakusht për dhe dëshira ime është tash, këtë kom projekt që ta bëj, që të organizoj dhe të rregulloj stadionet e qyteteve, nëse ka edhe qeveria me marr pjesë, edhe komuna me marr pjesë, i shkon edhe më mirë, me u bë tribunat mira, kushte shikuesve, unë e kam bë projektin e Dritau, do t'i bëjmë me reflektor dhe do të kthejmë ndeshjet e Superligës të luhen në mbrëmje, siç e luan gjithë Evropa, ku ju mundsohet të ketë edhe më shumë shikueshmëri, edhe më shumë kushte më të mira për ndeshje, sidomos verës, kur luhet në kohën e verës, në kohën e nxehtë, në mbrëmje është fantastike dhe uroj që shikueshmëria qysh veç ka filluar më kthy. Falenderoj shumë dhe jam shumë i lumtur që shikueshmëria po vjen, sepse futbolli një pjesë është që luhet edhe për publikun dhe kjo po ndodh, po vinë njerëz, por në mbrëmje kur të bëhen ndeshjet mendoj që familjarisht njerëz kanë marrë me ka me urrit prezenca e publikut. Urrit prezenca dhe me ardh du me qenë futbolli familjar, me fut në familje. Kështu që kemi filluar dhe deri në mos kemi shku që e kemi fut futbollin në familje dhe kemi bë familjar që po vinë gjyshja, domethënë 3 gjenerata, gjyshja, nona dhe baba dhe gjyshi për shembull edhe vet ky fëmit, kështu që nëse është kështu shumë shpejt se cilin në qytetet e veta besoj që do t'i blej edhe të gjitha biletat që është në për shumë Evropë për të gjitha ndeshje sezonale dhe do t'jetë antar i klubeve. Zoti Ademi, faleminderit shumë. Kanë mbetur edhe shumë tema për të diskutuar, por besoj që do të kemi rastin prapë në të ardhmen që të diskutojmë në podcastin e Federatës së Futbollit të Kosovës. Radhazi do të paraqesim dhe do të shpërfaqim gjithçka që është në futboll, gjithçka të drejtë edhe gjithçka që ka ndodhur këtu. Besoj që prandaj e ka misionin e ka ky podcast dhe FFK TV për të pasqyruar këto, që publika jonë mund të shëtë të drejta. Unë ju dëshiroj sukses në këtë pjesë, në këtë segment, i cili është shumë i rëndësishëm, që mediat tona, popullit tonë, dashamirëve tonë, t'ja u themi të vërtetën dhe të shohin të vërtetën çfarë po ndodh me futboll dhe ku jemi me futboll. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit juve. Punë mbar.
Faleminderit për vëmendje. Ky në fakt ishte epizodi I parë I FFK Podcast, që është një prej produkteve të shumta në gamën e produkteve multimediale të Federatës së Futbollit të Kosovës, që vazhdoni të përcjellni edhe episodet të radhës në të cilat do diskutohet për çështje me interes për futbollin kosovar, por ndonjëherë edhe për atë ndërkombëtar. Faleminderit edhe një herë për vëmendje.